Ish deputeti LDK-s Gani Geci dje ka qëndruar para Kuvendit të Kosovës për të paraqitur para gazetarëve për të dhënë një kundërpërgjigje ndaj ministrit në detyrë Faton Peci. Geci në pamjet e qarkulluara në rrjetet sociale për të arritur para objektit të Kuvendit, u fut me veturën e tij Audi Q8 ngjyrë e zezë në sheshin Ibrahim Rugova. Nëse veprimi i tij nuk përbeu lajm për shumicën e gazetarëve të pranishëm, para të cilëve u paraqit Geci për policinë e Kosovës, ish deputeti shkaktoi kundëravajtje. Për këtë u gjobit menjëherë dje nga policia e Kosovës. Gjobën ndaj Gani Gecit të premten e konfirmuan dhe vetë policia përmes zyrës për informim. Referuar kërkesës tuaj për rastin në fjalë më datë 01/05/2025, një sjellje trafikut rrugor në përputhje me dispozitat e kodit rrugor, kundëravajtësit për mos respektimin e sinjalistikës rrugore i ka shqiptuar masën administrative me gjobë, thuhet në përgjigjen e policisë. Në dokumentin e gjobës theksohet se kundëravajtja e Gecit u evidentua përmes pamjeve që u publikuan në rrjetet sociale.